Depresioni mund të shkaktohet nga dimensione të ndryshme, për shembull se mund të ketë nga faktorë të ndryshëm, një ndër ta që njihet gjithmonë si fillestar është për shkaqe gjenetike ose probabiliteti që me trashëgu ose nëse dikush prej familjarëve ka pas një gjendje të tillë depresioni, atëherë mundësia që pasardhësit ose dikush nga familjarët është që ta trashëgoj. Anën tjetër është do thotë edhe stili i jetës apo rrethonat nëpër të cilat jetojnë këta persona, pastaj janë gjendjet ose sfidat me të cilat ata përballen në jetën e përditshme, traumat të cilat ata kanë mundur t'i përjetojnë gjatë jetës, po gjitha këto pak a shumë në një farë mënyrë tek personat të cilët janë në gjendje depresioni, kanë mundësi që ta shkaktojnë apo ta sjellin personin në gjendje depresive.